can fly. Më tha të lutem ik, Loredana zbuloi çfarë ndodhi Jozit natën e burgut, ja çfarë i tha, ndërkaq flet edhe për prindërit e saj. Loredana Brati, e cila u eliminua në gjysmëfinale nga Big Brother VIP, e cila doli në një moment jo të mirë pasi Jozi goditi me shuplak Gjestin, ajo e ka komentuar për herë të parë këtë situatë pa precedent midis të dyve, teksa tha se nuk ishte mirë. Ajo zbuloi se çfarë do të ndodhë madje edhe në lidhjen e tyre, teksa u shpreh: ata janë shumë krenar, jo gabim ndodhi për marrëdhënien me Jozin, unë mësova plot, prap më ka dhënë shumë emocione, banorët e tjerë nuk i kanë ndier ato që kam ndier unë, nuk e prisja do të me thik, nuk dija ku të futesha, unë e shikoja atë njeri në sy me jep të emocione, u shpreh ajo e cila pranoi se ka qenë e dashuruar, teksa vazhdoi: më trembi koka e Gjestit dhe normale skena ishte shumë e fortë. Jozi erdhi tek mua, më tha, shko në studio, më tha, më vjen keq, por ai nuk ishte mirë, ishte i ngarkuar. Unë sa të kem ndjenja s'do ta heq. Unë edhe kur isha aty brenda dhe Jozi ishte me një gocë tjetër e mbaja, tha Loredana, teksa shtoi se është shumë besnike. Ndërkaq pas kësaj, ajo rrëfeu edhe për komentin e prindërve të saj mbi incidentin midis Jozit dhe Gjestit, teksa tha: ishin tronditur shumë, ishin në merak për mua dhe nga tani e tutje më thanë me mend në kokë. Shpreu ajo duke nënkuptuar shqetësimin e prindërve, si edhe për distancimin nga Jozi. Ajo e përshkroi dhe eksperiencën e saj si një rrugtim ku ka mësuar shumë për veten, teksa tha: nuk ishte gjithmonë e lehtë, por e kam përjetuar si një mundësi për të rritur e për të kuptuar më mirë ato që dua në jetë. Mendoj se çdo moment, pavarësisht se sa i vështirë ishte, më ndihmoi të bëhem ajo që jam sot, tha Loredana, duke pasuar bisedën me theksin e saj në rritje personale. Ajo e mbylli duke thënë se po përgatitet për një rikthim përfundimtar në Shqipëri, pasi e presin edhe projekte të reja që do t'i ndajë së shpejti me fansat e saj.